Pa thënë të Ibn Abasi, me shiqu fytyrën e një pasuesit sunetit pejgamberit Allahut që tharret në ta dhe ndalon nga bidati, është ibadet. Është ibadet. Dhe thonë të Sufjan al-Thauriu, në këtë kohën tonë me mësu hadithin dhe sunetin e pejgamberit Allahut, është ma me vlerë se sa me dal në gjihad me shpat në rrugën e Allahut. Për çkak se tha pasuesit e sunetit pejgamberit Allahut janë pak. Dashamirët të sunetit pejgamberit Allahut thonë të në këtë zaman janë paksu. Thonë të Sheikh Albani, Allahu e mëshiroft, thonë të nëse janë paksu në kohën e Sufjan al-Thauriut, çka ngel të flasmi në kohën bashkohore që thuaj se janë asgjësu. Pasuesit sunetit e pejgamberit Allahut janë bon jabanxhi ata me dinin e vetë, me sunetin e tyre, në mesin e muslimanëve jabanxhi. Mi po jabanxhillëk i lavdruan nga goja pejgamberit Allahut, bedal islamu ghariba ve seyudu ghariba fatuba lil ghuraba. Thonë të Fudejl i Iyadit, Allahu i ka disa robë në tokë që Allahu me to i gjallëron tokët. A dini kush janë këta? Thot janë pasuesit e sunetit pejgamberit Allahut. Thonë të Sufjan al-Thauriu, melaqet janë rojtart e Allahut në qiell, ndërsa muhaddithat janë rojtart e Allahut në tokë. Rojtart e Allahut në tokë, dashamirët e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa dëlledhët të ndërshëm, nuk ka rrugë që të qënë të ka Allahu azza wa jall, vetëm rruga pejgamberit Allahut. Ibn Qayyimi e qiti një njeri në realitet, a i boni atë që të fol me vetë vetë. Tha të kishte qenë gjallë pejgamberi Allahut. Ta bu paskon pejgamberi Allahut gjallë. Tha na o kishte bo neve farsë, që të ndëgjojmë pejgamberin Allahut. Dhe nëse ndalon të ndalomu ati ku në ndalon pejgamberi Allahut, apo të i thëjmë prit të konsultojmë babën tonë, baballar tonë, më po mujnë me gëlltit me pranu apo jo. Tha jo, ishte bon farës të me ndëgju pejgamberin Allahut. Tha po pas vdekjes së tij, çka e boni të anëluam urdhin e pejgamberit Allahut? Çka e boni të neglizhuar urdhin e pejgamberit Allahut? Kur Allahu thot në Kur'anin e Kerim, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Mos i zgjitoni të dilni para Allahut dhe pejgamberit Allahut. Mos e ngritni zonin më lart se zoni pejgamberit Allahut. Thot Ibn Qayyimi, ngritja e zonit më lart se zoni pejgamberit Allahut rrezikon asgjësimin e veprës. Çka pretendon dhe mendon ata që japin përparësi me dhëbit para pejgamberit Allahut? Çka mendon ata të cilët japin përparësi filonit dhe alonit mendimeve logjikës së njerëzve para logjikës pejgamberit Allahut, para urdhit pejgamberit Allahut? Tha, a nuk kanë ata frikë, a mendojnë se ditën e kiametit Allahu azza wa jall i kërcënon ata që e ngritin vetëm zonë? Vetëm e ngrit zonin më lart se zoni pejgamberit Allahut, kërcënohet pejonës Allahut që të zgjesohen të gjithë veprat që i ke bërë deri tash. E çish mendon ti që me dal para Allahut azza wa jall me ideologji të cilët i ki dhon përparësi para ideologjisë pejgamberit Allahut, tha mendojnë se do të jenë të pranuar. Allahu na ruaj. S'ka pranim të Allahu azza wa jall vetëm ai që vjen në hapat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. رأيت العز في عينيه يبدو يرصع في نواضره الجمانا. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim,
le të kenë kujdes ata që e kundërshtojnë sunetin e pejgamberit Allahu, se ka mi kaplu një telash, një fitnë. Disa kanë komentu këtë fitnën kufr. Ai që e lën sunetin e pejgamberit Allahut ka me lënë dhe dinin Allahut. A nuk tha Abdullah Mesudi se e para çështje që ngritet prej ummetit tim është suneti pejgamberit Allahut. Dhe e fundit është namaz. Të Abdullah Mesudi. E para çështje që ngritet nga ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, braktisja sunetit pejgamberit Allahut. Dhe e fundit është namazi, pa me lonjën e namazit e kalon dinin Allahut. Kjo është ndëshkimi Allahut. Ti ki dhon për parësi hoxhës tan, apo ti që i ki dhon prindit tan, apo ti që i ki dhon zakonit tan, apo ti që i ki dhon për parësi adeteve dhe traditeve tua, para sunetit pejgamberit Allahut pritet e lashëm. Ata të cilën dhe tregojnë se sunetet pejgamberit Allahut janë të domosdoshme. Heqja pas sunetit pejgamberit Allahut është e domosdoshme. Nga se Allahu Azza wa Jall nuk e ndeshkon një popull vetëm për ku ta lojnë farzin dhe obligimin. Për këtë arsye thot Ibn Qayyim, ai i cili ku dëvon suneti pejgamberit Allahut, shkon dhe konsultohet me dikan, ata baj a mos ta baj, ka thonë pasha Allah, unë ke ka gjendjen më të ligë se sa ai që takon Allahun me ke gjunohet pos shirku.